Cilin person quajmë budalla? Ne përgjithsisht mendojmë se një person budalla është dikush që i mungon mençuria ose njohuria. Po, ashtu është. Një person të cilit i mungon dituria ose mençuria mund të konsiderohet si një person budalla. Dikush i dha një përgjigje kuptimplote kësaj pyetjeje. Unë mendoj se njerëzve budallenj mund të mungojnë mençuria dhe njohuria, por mendoj se akoma më budallenj janë njerëzit arrogant që njohin vetëm veten e tyre. Çfarë do të thotë kjo? Si mund të jenë njësoj një njeri arrogant dhe një person budalla? A nuk janë arrogant sepse kanë mësuar shumë dhe dinë shumë? Por unë nuk mund ta kuptoja se si dikush me kaq shumë njohuri të mund të jetë budalla. Por në atë moment, dy histori nga Bibla erdhën në mendje. Dhe unë munda ta gjeja përgjigjen në historinë e Biblës për shëmbulltyra e pasanikut të pamend dhe pasaniku dhe lypsi Lazar. Unë dua që ju të lexoni të dyja pjesët nga Bibla dhe të gjeni përgjigjen vetë.